Sepse kjo e spakut ka dy pjesë. Ka pjesën pozitive, që i takon spakut, ka pjesën e shëmtuar që i takon zëdhënësve të vetë ofruar të spakut. Pjesa pozitive është pjesa e hetimit mbi origjinën e një pasurie. Për sa kohë ky është një problem i ngritur, me të drejtë apo pa të drejtë, këtë nuk e dim, por i ngritur dhe pastaj i shumë përfolur, aq më tepër për sa kohë kjo përfolje lidhet me një hetim të nisur për sa i takon subjektit, është shumë pozitive që spaku ta hetoj origjinën e kësaj prone. Është e mirë se ardhur dhe unë e nxis këtë hetim. Nga ana tjetër, pjesa e shëmtuar është ajo e zëdhënësve të vetë ofruar, të cilët ndajnë me opinionin publik gjysmën vërteta që janë edhe gënjeshtat më të mëdha. Pasi investitorët, të cilët sot janë zotrusit e pronës, bazuar në legjislacionin shqiptar, duke ndjekur të gjitha procedurat që parashikon legjislacioni shqiptar, janë investitorë me një reputacion të pa diskutueshëm, burimet financiare të cilëve për të përcjell pagesën tek zotrusit e pronës, se nuk është janë disa zotrus pronës sipas titujve të pronësisë, se atyre referohemi, janë investiguar si të gjithë rastet e tjera, por në këtë rast edhe më imësisht nga agjencia jon e pastrimit parave, që nuk është një agjenci që vepron si një ishull, por është një agjenci që vepron në koordinim me partnerët ndërkombëtar dhe kanë rezultuar totalisht legale dhe të ardhura nga institucione financiare me reputacion global, kështu që kjo çështje, siç është me dy pamje, duhet ndarë në dy pjesë. Investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre, bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht në të drejtën e organit hetimor. Dhe madje, unë e konsideroj këtë pozitive edhe për një aspekt tjetër. Sepse në këtë rast, investimi vazhdon, me pronarët e vetë të rinj dhe të ligjshëm, dhe në rast se hetimi nxjerr një tjetër origjinë prone, ata që e pretendojnë apo që kanë të drejtën asaj prone, fare mirë mund të marrin ato para dhe të gjitha palët janë të lumtura, përveç palës që ka mashtruar, në rast se ka mashtruar, po këtë e tregon hetimi. Kështu që do t'i bëja thirrje edhe një herë zëdhënësve të vetë ofruar që të mendohen disa herë përpara se të shkruajnë gjysmën vërteta, sepse në këtë rast nuk cënojnë thjesht disa investitorë, cënojnë Shqipërinë. Cënojnë Shqipërinë pasi dihet se kush janë investitorët, të cilët janë njerëz me reputacion dhe mbi të gjitha njëri prej tyre është një njeri që për arsye krejt të tjera shikohet nga gjysma e mediave në vendin e tij dhe në vende të tjera si armik
i palës tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të jemi mikpritës, ne të jemi të drejtë dhe ne të mos marrim në asnjë mënyrë damkën e një vendi ku investitorët priten me këmbë të para. Kjo është një anë. Ana tjetër është nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë do jem këtu.